Kjo motra është e shqetësuar, thotë më ka vdek baba që 15 vite, por po kam qef me pa shumë në ëndër, por nuk e kam pa kur. Allah ta mëshiroft babën. Allah ta mëshiroft. Motër, nuk ka të baj kjo pyetja jote asgjë me fe. Domethënë, unë nuk më thonë ty bëne këtë ose bëne atë. Nëse bën këtë ose atë, ki me pa babën në ëndër. Kështu s'moj me thonë. Edhe çdo kush që të thot diçka të kësaj natyre është të gabu ose të rrajt. Unë veç di me të këshillu që ti me bë vepra të mira dhe dua me ta pa hajrin baba yt në botën tjetër. S'ki nevojë me pa në ëndër, ëndër është tek e fundit. Këshire një fotografi e ki, bën dua për ta. Qështu ta sheh hajrin baba yt. Domethënë na nuk kemi ndonjë metodë, ndonjë stil që mi thonë njerëzve bëne këtë punë, bëne atë punë e shohësh babën në ëndër. Sikur sa i hoxha që kur i ka thonë dikush, po du me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ëndër, ka thonë haje një grusht kryp kur bjen me fjet e shen në ëndër pejgamberin. Ai ton natën i shkreti ka pa ujë, lumej. Edhe njerëzit i ka thonë hoxha se pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pa pash ujë. Tha po ti e kanë jetur për ujë, edhe ke pa ujin. E më kanë jetur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me sheh pejgamberin. Normal. Kjo tash nuk do më thonë që ti s'po e dush babën edhe si e etur për babën edhe s'pe shen ëndër, jo. Por kjo ka qenë e vetmja që është transmetuar prej një dietarit, se si e ka këshillu dikon që me u marrë me pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me jo me ëndra. Edhe na, jo më marrë me ëndrat, me pa babën tanë ose mos me pa, po më marrë me zhgandra. Ti fiton sevap, baba yt, nëse ti kur të fal namaz bën dua për ta. Nëse ti mas namazit bën dua për ta. Nëse ti mëson Kur'anin përmendsh, edhe ai ngritet në gradën në xhenet edhe i vendoset kurora prej kurorave më të mira, kurora mbretit në botën tjetër, për shkak se ti e ke mësuar Kur'anin. Ja shehajrin apo ta shehajrin ai kur ti jep sadak për shpirtin ti. Te çto fokusohet, jo te shikumja në ëndër. Allah na përmirësoft.